Mirë se jeni rikthyer në episodin e radhës të Pro Ligj Podcast. Flasim sot për pasojat që mbodhi reforma e re në drejtësi, për drejtësinë e re funksionale që po krijohet çdo ditë, për një mentalitet qytetar që po ndryshon dhe po beson edhe më shumë te drejtësia. Flasim sot për këtë temë me profesore asociuar Liri Mecukaj, e cila është dhe pedagoge e brendshme në Fakultetin e Drejtësisë Universitetit të Tiranës, që frymëzon breza ashtu siç dikur më ka frymëzuar dhe mua. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe të kem këtu. Kënaqësia është e gjitha imja, më vjen mirë që sot të shoh në një pozicion tjetër dhe me arritjet e tua profesionale, kështu që kënaqësia është e gjitha ime dhe të uroj shumë sukses. Faleminderit nga zemra. SPAK dhe GKK, si një rast suksesi i drejtësisë funksionale, si e ka ndryshuar mentalitetin për drejtësinë e re? Po pyetje me vend, Esmeralda. Fakt, GKK-ja vetë, përpara se tashmë të marrë këtë emërtim në rizë gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ka pas një emërtim tjetër institucional që ka qenë gjykata krimeve të rënda. E themeluar në vitin 2004 në bazë të ligjeve që dolën atëherë, duke pasur parasysh detyrimet që mori shteti shqiptar në luftën kundër krimit organizuar. Shqipëria vinte pas luftrave civile të 97-s, 98-s, të cilat shërbyen në fakt si piknisje për zhvillimin në fakt të grupeve të strukturuara kriminale dhe organizatave kriminale. Kështu që themelimi i gjykatës për krimet e rënda asaj kohe dhe prokurorisë për të krimet e rënda ishte një domosdoshmëri. E filloi punën në kohë në një terren të vështirë, kur Shqipëria nuk ishte akoma e konsoliduar për sa i përket sidomos luftës së këtyre krimit organizuar dhe bandave të armatosura, dhe që nga ai moment deri sot do të themi që pa diskutim ka qenë një histori suksesi. Për sa i përket krimit organizuar, mjafton të përmendim vendimet që ka marrë kjo gjykatë dhe hetimet që ka bërë prokuroria asaj kohe për grupet më të rëndësishme që kanë qenë atëherë dhe bandat armatosës, që ka qenë mos harrim bandën e Cerrikut, ka qenë e Lushnjës, e Vlorës, e Durrësit, kështu që pa diskutim gjykata e krimeve të rënda deri në atë moment ka qenë një histori suksesi për sa i përket luftës kundër krimit organizuar. Më vonë pastaj me reformën që ndodhi në vitin 2017, duke pasur parasysh rezultate shumë të mira që kishte kjo gjykatë me mbështetjen gjithmonë edhe të strukturave të Bashkimit Evropian dhe të ambasadës amerikane, u pa domosdoshme që të zgjerojë ajo që ne quajmë kompetencë lëndore saj, pra çfarë do të gjykonte gjykata dhe çfarë do të hetonte kjo prokurori e posaçme. Dhe pa me vend duke pas parasysh ishte me të vërtetë një histori suksesi në luftën kundër krimit organizuar, pa me vend që të zgjerohet kompetenca e saj, duke zgjeruar dhe disa vepra penale. Tashmë gjykata GKK-ja, nëse do të japim emërtimin e shkurtër institucional, ka kompetencën për të hetuar të gjitha vepra penale në fushën e korrupsionit, ka dhe kompetencën lëndore edhe për disa vepra penale, siç është ushtrimi i ndikimit të palishëm apo shkelja e lirisë së bazës në tendera. Dhe ajo që bëri më interesante është pikërisht përfshirja e subjekteve që ne i quajmë subjektet posaçme, të cilat fillojnë nga subjektet që janë në nivele më të larta në pushtetin ekzekutiv, siç është presidenti, kryeministri, ministra, deputetët, kryetarët e bashkive, janë antarë të gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese, ILD, KLP, KLG dhe disa funksionarë që në fakt ligji posaçëm, që është ligji që rregullon veprimtarinë e prokurorisë posaçme dhe GKK-s, ka përcaktuar dhe disa subjekte të niveleve shumë të larta. Pra e ka zgjeruar fushën e veprimit të saj, duke pasur si qëllim pikërisht që të bënte sa më efikase në luftën kundër fenomeneve ndoshta më negative, siç rezulton me ato procedime penale që prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme ka vazhduar dhe po zhvillon gjykimin. Kështu që kjo reformë që bëri për mua ishte reformë shumë pozitive, shumë e domosdoshme dhe vetë rezultatet e prokurorisë posaçme dhe gjykatës tregojnë pikërisht që kjo gjykatë, kjo prokurori ka arritur qëllimin për të cilën është krijuar. Sepse pandishkueshmëria në nivele shumë të larta ishte një fenomen shqetësues për Shqipërinë, ndodhet edhe në kushtet e reja detyrimi që kemi marrë nga marrëveshja e stabilizimit asociimit, pra detyrimi që kemi në luftën kundër kriminalitetit dhe veprimtarive kriminale, të cilat janë sidomos korrupsioni, veprimtarive të cilat prodhojnë produkte, pastrimi i produkteve veprës penale ngelen një fenomen shumë shqetësues. Prandaj mendojmë që prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme meritojnë me të vërtetë mirënjohjen të të gjithë popullit shqiptar në luftën që ka bërë kundër kriminalitetit, sidomos vitet e fundit, duke hequr të paktën atë mitin e pandishkueshmërisë. Kjo është me të vërtetë shumë pozitive dhe për të falendëruar. Rënja e këtij miti ka ndryshuar komplet mentalitetin mbi drejtësinë, gjë që është tërësisht pozitive. Futemi pak tek procedura penale. Si nis një hetim nga SPAK, cilat janë afatet e hetimeve dhe sa herë mund të zgjaten afatet e hetimeve nga kjo strukturë e posaçme? Prokuroria e posaçme, një lloj si gjithë prokuroritë e tjera, ushtron funksionet kushtetuese sipas në fakt 148 të kushtetutës,
ushtron ndjekjen penale. Mënyrat e marrjes dini janë pothuajse të ndryshme të larmishme dhe ne kemi parë që shpeshherë procedimet penale fillojnë me kallëzimin që bën vetë shtetasit. Po të referohemi për shembull rasteve të bashkisë të rrugës midis Korçës së Selës, ka qenë një qytetar që ka bërë kallëzimin. Në rastet e tjera ka qenë opozita që ka bërë kallëzimin, pra janë mënyra të ndryshme se si prokuroria e posaçme e ushtron ndjekjen penale. Në ato mënyra që parashikon dhe kodi, pra merr dieni nëpërmjet kallëzimit që bën shtetasit, kallëzimin që bën në punësit publik, kallëzimin që bën secili që merr dieni për një vepër penale, por edhe kryesisht, nëse nëpërmjet medias prokuroria e posaçme merr dieni për vepra penale, ajo ushtron ndjekjen penale kryesisht. Kodi ka pësuar pak ndryshime përsa i përket afateve, kozgjatjes afateve të hetimit paraprak për strukturën e posaçme, sepse duhet kemi dieni, besoj dhe e shikojnë shpeshherë në media që procedimet penale të filluar nga prokuroria e posaçme janë goxha komplekse. Nuk ndodh që ti të kesh një procedim penal me 1-2 individ, procedimet shkojnë me numër shumë të madh, qoftë në rastin kur hetohet për krimin organizuar, por qoftë kur hetohet për shembull për shkelërisë e barazisë në tendera. Duke qenë që veprat penale janë goxha komplekse dhe kanë nevojë për veprime hetimore, kodi ka pësuar pak ndryshime dhe ka zgjatur periudhën periodike të hetimit për prokurorinë e posaçme. Ka vendosur 6 muaj, nëse prokuroria e jurisdiksionit përgjithshme ka 3 muaj, prokuroria e posaçme ka 6 muaj, vetëm nga momenti që regjistrohet emri si person që atribuohet vepra penale. Nga ky moment fillon të llogaritet afati 6 mujor. Në praktikë shpeshherë shoh në media që e llogarisin këtë afatin pa gabim, se thonë ka kaq vite që ka filluar procedimi penal, për shembull thonë procedim penal që ka filluar në vitin 2021. Procedimi penal mund të ketë filluar për faktin penal, por nuk është se ka pas të dhëna që t'i atribuojë një individi, sepse afati hetimi paraprak për individin fillon nga momenti që atij atribuohet vepra penale dhe që në regjistrat e procedimit penal regjistrohet si person i dyshuar për kryen e veprës penale. Për shkak përsërit të kompleksitetit, prokuroria ka të drejtë ta zgjasë deri në 2 vjet. Pra në mënyrë periodike mund ta zgjasë 3-4, maksimalisht çdo 6 muaj mund ta zgjasë deri te afatet që parashikon kodi 2 vjet për prokurorin e çështjes. Ndërkohë te afatit pastaj 2 vjeçar ka të drejtë drejtuesi i prokurorisë posaçme, pra me kërkesën e prokurorit të çështjes, ti bëj kërkesë drejtuesit prokurorisë posaçme dhe ta zgjasë afatin për një periudhë tjetër që shkon edhe ajo maksimalisht edhe një vit tjetër. Pra afati maksimal i hetimit paraprak në prokurorinë e posaçme nga momenti që regjistrohet emri dhe derisa i merr statusin e të pandehurit ose përfundon hetimi, se shumë herë përfundimi i hetimit sesa marrja e statusit të pandehur, nuk do të jetë më shumë se 3 vjet. Kjo në kuadër dhe të garantimit së drejtës për një proces të rregullt ligjor, fillimi dhe përfundimi i hetimit brenda një afati të arsyeshëm. Derivati një procesi të rregullt gjyqësor, cilat janë të drejtat e qytetarëve në ato raste kur BKH si strukturë e policisë gjyqësore të specializuar ndalon një person dhe i kërkon atij të dorëzojë një send personal, si për shembull celularin. Çfarë të drejtash kanë qytetarët në këto raste? Nëse ajo që duhet kuptojmë është nëse sendi që është sekuestruar telefoni është provë materiale sipas 187, që do të thotë prokuroria në momentin që sekuestron telefonin e një personi që nuk është në procedim, pra që nuk është në hetim, është një person i cili mendon që ka të dhënat të cilat do t'i shërbejnë hetimin. Prokurori duhet të motivojë me një vendim të posaçëm, sepse kodi parashikon 2 mënyra, ose me iniciativë të oficerit policisë gjyqësore në gjendje të ngutshme sekuestron telefonin sepse mendon që ka të dhëna, ose rasti tjetër është kur prokurori e urdhëron oficerin që të bëjë të mundur sekuestrimin e telefonit, nëse shumë e rëndësishme është nëse telefoni është sendi që ka shërbyer për kryen e veprës penale, në kuptimin që ose aty do gjesh të dhëna, pra të dhënat të cilat flasin për veprën penale. Kështu që në këtë këndvështrim, pavarësisht se ti nuk je individ ndaj cilit drejtohet procedimi penal, mund të sekuestrohet telefoni, mjafton që prokurori të provojë që ky sendi të cilën do gjej të dhëna, pra gjej të dhëna që më ndihmojnë për hetimin. Nga ky moment bën aktet procedurale, që është procesverbali i sekuestrimit, i bëhet me dije individit edhe drejta e tij për të ushtruar ankim. Prokurori brenda 48 orëve duhet të shprehet me vendim për vlerësim si të lishëm të sekuestros dhe pastaj të gjithë personat të cilët mendojnë që ky sekuestrim është në kundërshtim me 187, pra nuk ka të dhëna që mund të shërbejnë në një procedim penal, ka të drejtën e ankimit në gjykatën e posaçme për të kërkuar kthimin e sendit, nëse sendi thash nuk shërben si provë materiale sipas 187. Pra aty ne gjejmë të dhëna që shërbejnë procedimin penal të filluar nga prokuroria. Në vazhdimsi të kësaj, duke qenë se në drejtsinë e re janë vendosur përballë kësaj drejtësie shumë persona me rrezikshmëri të lartë që kanë përdorur platformën Encrochat, si administrohen të dhënat që merren nga kjo platformë dhe si i shërbejnë procedimit penal? Të dhënat e marra nga Encrochati se është pjesë e diskutimit tashmë gjykata kushtetuese ka thënë, gjykata Europiane e Drejtësisë ka thënë, gjykatat
se ka qenë disa gjykata të përfshirë në këto komunikime, është gjykata e Francës, gjykata e Gjermanisë që ka thënë po këto të dhëna mund të përdoren, se problematika që shtrohet është ne nuk kemi një rregullim ligjor të provës elektronike në kodin e procedurës penale. Pritet që të ketë ndryshime kodi i procedurës penale dhe të kemi rregullimin ligjor për prova në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian. Pavarësisht kualifikimit dhe debatit që do bëhet, nëse këto të dhëna të përfituara do të jenë mjeti kërkimit provës, pra si ke përfituar, i ke përfituar nëpërmjet qyrjes, nëse ke përfituar nëpërmjet qyrjes, atëherë këto të dhëna do të marrësh të përdorur. Diskutimi qëndron çfarë të dhënash do përdorësh ti dhe si do i lidhësh këto të dhëna me provat e tjera. Në lidhje me të dhënat që duhet të marrë, sigurisht duhet të respektosh atë që Gjykata Evropiane Drejtë e Njerit e ka jashtëzakonisht shumë problematik, që është drejta për privatësi. Pra neniteti i konventës për gjykatat është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Do marrësh ato të dhëna që të ndihmojnë për nevojat e hetimit dhe të procedimit penal të filluar, pra që japin të dhëna për veprimtari kriminale. Të dhënat e tjera që janë personale, familjare, komunikimet e tua me familjarët e tu, me të afërmit të tu, ato nuk duhet të përdoren dhe nuk duhet të merren. Prandaj këtu kufi ka vënë gjykatat të qartë që duhet të jetë, të jetë gjitha dhe gjykata jon kushtetuese. Pra këto të dhëna mund t'i marrësh, mund t'i përdorësh. Mjafton që ti të kesh burimin e ligjshëm dhe mjetin e marrjes ta kesh të ligjshëm dhe t'i përdorësh. Por sigurisht të dhëna të përfituara nga incrociati, nuk është se prokuroria e posaçme apo gjykata kur i ka marrë të vlefshme, i ka marrë vetëm këto të dhëna dhe mbi bazën e këtyre ka vazhduar hetimin, ka ngritur akuzën apo më vonë ka dhënë vendimin. Sepse të gjithë e dim, qoftë dhe për masën e sigurimit të duhet një standard. Dhe standardi është te çdo dyshimi të arsyeshëm bazuar në prova ti dyshosh për një kriminale. Ndërkohë kur vjen momenti për të dhënë vendimin e pafajësisë, të duhet të tejkalosh atë që kërkon eni 4 i kodit. Te çdo dyshimi të arsyeshëm provohet kryerja e veprës penale. Kështu që në këtë këndvështrim çfarë bën prokuroria e posaçme? Ajo përpiqet të lidhi provat njëra me tjetrën, pra të bëjë atë puzzle-ën, pra të lidhi këto të dhënat të cilat ka përfituar nga incrociati, së pari me individin dhe së dyti me provat e tjera që konfirmojnë të dhënat e përfituara nga incrociati. Se nëse nuk e arrin dot ti kryqëzojnë, ti konfirmojnë dhe ti kundërshtojnë, atëherë edhe ata kanë problemin e standardit të provueshmërisë. Prandaj të dhënat e marra nga incrociati kanë qenë të dhëna të mira, të cilat janë përdorur për nevojat procedimit penal, të kryqëzuara me të dhënat e tjera, të cilat i ka marrë prokuroria sepse ka bërë këshyrje nga disa procedime penale që unë jam edhe në cilësinë e avokatës, shoh një standard shumë të lartë të procesit të jetuarit, kryqëzimin e pronave me të gjitha të dhënat të përfituara në këtë mënyrë. Qoftë me këshyrje, qoftë me të dhënat me dëshmitar, qoftë nëpërmjet telefoni, pra ka shumë të dhënat të cilat ata janë përpjekur ti kryqëzojnë, ti ballafaqojnë për të arritur standardin, te çdo dyshimi të arsyeshëm provohet kryerja e veprës penale. Ndalojmë pak tek struktura e specializuar e policisë gjyqësore ose BKH. Si e vlerësoni ju si profesioniste rolin e BKH-s për sa i takon hetimeve? Ne të gjithë e dim që oficeri policisë gjyqësore sipas nenit 30 kodit procedurës penale është një subjekt efektiv në ndihmën e hetimit paraprak, sepse prokurori po t'i referojmë roli kushtetues, ai drejton dhe kontrollon. Nuk është se prokurori vetë duhet të merret. Pavarësisht se prokurorët tek ne me të vërtetë janë shumë të ngarkuar, puna e tyre është me të vërtetë voluminoze, është stresuese, është ndër punën më të vështira pas biznesmenëve, prokurorët konsiderojnë njerëzit më të stresuar për shkak të ngarkesës së madhe që kanë. Kështu që në këtë këndvështrim kushtetues dhe procedurial, duke qenë që OPG apo oficeri policisë gjyqësore është subjekti që e kryen hetimin paraprak, duhet që të jenë në nivelin e duhur profesional. Dhe ne shikojmë te BKH-ja që ka një numër të madh të rekrutuarësh dhe hetues goxha të mirë. Në kontaktin tim të përditshëm, me të vërtetë ne vëmë re hetues me të vërtetë shumë në nivel shumë të lartë profesional, njerëzor, që t'i garantojë lidhje të drejtat, kështu që kjo pjesë e strukturës së BKH-s për mua është një histori suksesi, pjesën e hetimit. Dofta, sepse prokurorët në takimet që bëjmë ndonjëherë dhe në këto projekte që kemi për reformën drejtësi, prokurorët kanë nevojë, thonë që të gjithmonë të shtohet struktura e tyre, në kuptim për të shtuar numrin në mënyrë që të jenë ndihmë efektive për prokurorët që ata të ngelen te roli pozita atyre proceduriale, kontroll dhe drejtime hetimesh dhe jo të vetë merren me veprime hetimore. Sepse puna është shumë e madhe, është voluminoze, mjafton të kujtojmë vetëm të dhënat e përfituara nga incrociati. Ju duhet ditë dhe kohë pafund oficerëve që të arrijnë ti shikojnë, ti filtrojnë dhe të marrin ato të dhëna që lidhen me veprimtarinë kriminale. Madje po të shikosh oficerët e policisë gjyqësore, shoh shpesh bazite me çantë, shkojnë në punë, të shtunë të diel janë në punë. Kështu që kanë historitë e tyre të suksesit, bazuar mbi meritokraci, mendoj, dhe mbi sakrificat e tyre individuale dhe familjare. Duke qenë se të paktën media ka lobuar fuqishëm për veprat kundër korrupsionit. Ne si profesionistë dim shumë mirë që kjo nuk është vetëm një kategori që struktura e posaçme heton apo ndjek hapat e procedurës penale. Dhe duket sikur është prishur pak ky ekuilibri dhe është hequr fokusi nga grupet e organizuara kriminale. Çfarë mund të thoni për këtë aspekt?
Shpyti me vend, Esmeralda, sepse prokuroria e posaçme duhet lihet e funksioni qëllimi për të cilën është krijuar, ose funksioni për të cilën është krijuar. Jemi dakord që ata hetojnë korrupsionin, po jo në korrupsionin në nivele shumë të vogla, po ti referohemi pak ndryshimi që ka pësua 75-aja, aty është lënë korrupsioni, por është lënë korrupsioni në nivele prap të ulta. Pra, prokuroria e posaçme si strukturë në fakt që heton jam dakord, heton vepra penale shumë komplekse. Dhe është gjunaf që ti ta përfshish të strukturë të posaçme të nivele shumë të lartë profesional për të hetuar korrupsionin në vlerë mbi 50.000 lekë të reja. Pra, pse pak, po themi 60.000 lekë të reja dhe më shumë. Që kjo e meriton një lloj analize. Meriton një analizë, por mua duhet që vetë struktura posaçme ti kishte sugjeruar kuvendit ndryshimin e dispozitave të kodit procedurës penale dhe kodit penal për pjesën që çfarë kompetencë do kem unë lëndore për korrupsionin duke rritur vlerën. Në opinionin tim do të jetë të paktën mbi 10.000 euro që ti të bësh në lëvizje një strukturë posaçme e cila ka kostot e veta. Ambulohen kostot, kemi prokurorë të specializuar, kemi BKH-n, pra kemi punonjësi që me të vërtetë ata dhe puna e tyre ka kostot e veta sepse procedimet penale janë voluminoze, janë fashikuj pa fund, më të shkojnë deri 40.000, 50.000 faqe, pra është një punë shumë e madhe që ti e përfshin, i heq fokusin kësaj prokurorie posaçme. Nga korrupsioni i thjeshtë një punonjësi që mund të jetë në vlerën diku te, po themi 1 milion lekë të vjetra, dhe ti e vë këtë strukturë posaçme të hetoj këtë korrupsion, dhe ndërkohë heq fokusin nga krimi organizuar apo vepra penale shkelelize bazës së tendra, që edhe këto po bëhen pak komplekse dhe ka nevojë me të vërtetë për një fokus pak më të rritur. Kështu që në opinionin tim ligjor mendoj që vetë struktura posaçme duhet kishte propozuar ndryshimet e 75A për të marrë kompetenca për korrupsionin në nivele më të larta, jo në nivele kaq të vogla. Në rastet e parashkimeve që bën në 75A i kodit të procedurës penale _c për funksionarët e lartë, çfarë mendoni për rastet e dënimeve alternative, masave alternative që merr GKK-ja për shembull pezullimin nga ushtrimi i detyrës për zyrtarë që aktualisht janë në ushtrim detyre? Kjo ka qenë debat, në fakt unë pak ndjek mediat, ka qenë debat, po më thënë i përfshi shumë mediatikisht, po për mua në kuptimin e dispozitës aq sa njoh kodin e procedurës penale, në mënyrë të sigurt dhe modeste do thosha që këtu nuk ka vend për diskutim. Ajo është një mas sigurimi personal me karakter ndalues. Në fakt vetë kodi i procedurës penale është i qartë dhe thotë masa e sigurimit me karakter ndalues nuk merret ndaj atyre që janë të zgjedhur sipas kodit elektoral. Kështu që në këtë këndvështrim, masa e sigurimit është e lidhur, pra për këtë masë që po flasim, është e lidhur me funksionin publik që ti ushtron për shkak se përfaqëson një votë më të gjerë dhe nuk mundet dot gjykatët të pezullojë ushtrimin e funksioneve tua nëse ti je zgjedhur sipas kodit elektoral. Që nëse referohemi subjektit në fjalë për cilën bëhet debati, mendoj që situata është shumë e qartë. Vendimarrja e prokurorisë, pra kërkesa e prokurorisë dhe vendimarrja e gjykatës për caktimin e masës së sigurimit, ndalimin e ushtrimit funksione publike është totalisht në përputhje me kodin e procedurës penale. Vetë kodi thotë kur ti akuzohesh për një vepër penale që lidhet me detyrën. Pra kur ti akuzohesh për një vepër penale që lidhesh me detyrën, duhet merret masa e ndalimit të ushtrimit funksione publike dhe ka një logjik. Qëllimi i masave të sigurimit është parandalimi. Nëse unë dyshoj si prokuror që ti po krye një vepër penale që lidhet me detyrën, nuk mund të lë më të vazhdosh të kryesh detyrën sepse do të vazhdosh të kryesh aktivitetin kriminal. Prandaj në këtë këndvështrim masa, kur ti nuk je subjekt i zgjedhur, është totalisht proporcionale dhe e dura dhe mbështetet edhe ligjërisht. Në rastin konkret, duke pasur parasysh që GKK-ja ka marrë vendimin për pezullimin e ushtrimit funksioneve si zëvendës kryeministre dhe si ministre, nuk e ka ndaluar të ushtrojë funksionin si deputet dhe as nuk e ndalon dot, sepse ka një procedurë tjetër që kodi i procedurës penale parashikon është autorizimi për procedim. Pra nëse prokuroria e posaçme mendonte që do merrte një nga ato masa që do i kufizonte lirin, po themi arresti në burg, arresti në shtëpi, detyrimisht do t'i drejtojë kuvendit për shkak se vetë kodi i procedurës penale ka parashikuar një procedurë tjetër në kuadër të imunitetit që kanë deputetët. Ndërsa nëse ti nuk je një funksionar i zgjedhur dhe ushtron funksionet si zëvendës ministër, si zëvendës kryeministër apo si ministër, mendoj që masa e marrë nga gjykata është totalisht e mbështetur në kodin e procedurës penale. Dhe çuria e kësaj procedure ngelet në vazhdimsi për tu parë, por rezultati pritshëm është qëndrueshmëria e saj çuria e saj ligjore do varet nga mjetet e ankimit që do të përdorin pikërisht subjektet, sepse kjo masë sigurimi marrë nga gjykata shkallës parë do të ushtrohet drejt ankimit e gjykata e apelit e posaçëm në mënyrë që ajo të konfirmojë nëse do ta lëri apo jo në fuqi. Eri përsëris dhe njëherë për mua është e mbështetur ligjërisht dhe është proporcionale. Është rasti ku personi akuzohet për një vepër penale dhe aq më shumë në rastin konkret mos harrojmë individit, pa u marrë fare me individin si individ në kuptimin personal dhe nominal të tij. Për momentin prokuroria e posaçme ka ngritur një akuzë dhe do ndalemi te ky moment. Pra ka të dhënat mjaftueshme që atribojnë veprën penale për të cilën akuzohet. Kështu që
Vendimarrja për të marrë një masë sigurimi kur ti akuzosh për një vepër penale që lidhet me detyrën është e duhura. I shërben pikërisht qëllimit që kanë masat e sigurimit, parandalimin e kryerjes së aktivitete të mëtejshme kriminal. Pavarësisht faktit që këtu zotërojmë që ajo prezumohet ende e pafajshme derisa të kemi një vendim penal të formës së prerë. Përsa i takon mandatit, duke qenë se prokurorët e strukturës së posaçme me legjislacionin në fuqi kanë një mandat që është 9 vite pa të drejtë rizgjedhje. Çfarë mund të më thoni për këtë? Në këndvështrimin afatgjatë të mbrojtjes që do ju bëhet këtyre prokurorëve mbasi zaurimit të mandatit 9 vjeçar. A ka një mbrojtje të veçantë që parashikon ligji në fuqi dhe a duhet të rishikuar kjo natyrë mbrojtje që ligji jep? Po, në fakt, mua më duket një kufizim i mandatit që është bërë këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve të posaçëm, sepse mos harrojnë një gjë, këta merren me pjesën më problematike të shoqërisë, dhe jemi të bindur pa diskutim që Shqipëria është një vend i vogël dhe ndërhyrje dhe presione mund të ketë. Kështu që për të garantuar atyre mendoj vazhdimsinë në karrierë, duhet të jepet detyrimisht mundësia që ata të ishin në listat prioritare të gjithë atyre që kandidonin. Mos ta kishim lënë në një mandat të prershëm, po të ishin pak në atë listën pak prioritare dhe të privilegjuar në kuptimin pozitiv, pikërisht për shkak të eksperiencave të tyre që ata kanë pasur profesionale, po dhe për shkak të këtyre sakrificave që ata bëjnë, duke pasur parasysh që luftojnë pjesën më të errët të shoqërisë, pra krimin e organizuar. Prandaj në këtë këndvështrim duhet kishin edhe garancitë e tjera. Garancitë e tjera për mua një nga garancitë do ishte një mandat i dytë dhe garancitë e tjera pastaj që duhet u jepen për shkak pikërisht të luftës që ata kanë bërë kundër krimit organizuar, për të pasur që ata i kanë, janë disa pensione suplementare, disa pagat larta, po dhe garancinë e integritetin e tyre fizik, duke pasur parasysh se do mos së fundmi luftën që ata kanë bërë kundër krimit organizuar me të dhënat e përfituara nga ENCROCHAT apo aplikacionet e tjera. Duke qenë se reforma në drejtësi solli një të drejtë të krejtësisht Duke qenë se reforma në drejtësi prodhoi realisht një drejtësi të re me plot dilema juridike dhe efekti s'pak do të zgjasi për shumë kohë nga pritshmëritë jo vetëm profesionistëve, por edhe të popullit shqiptar. Çfarë do të rekomandonit për të ndryshuar në këtë rrugtim të së drejtës të vendit tonë? Vetë një gjë që të pakën për strukturën e posaçme që është një strukturë suksesi, do sugjeroj që të vazhdojnë pikërisht në këtë mënyrë, duke i hequr ndofta kompetencë lëndore për këto vepra penale të korrupsionit, për mos ta ngarkuar strukturën e posaçme me vepra penale që unë e thash janë pak të lehta për të hetuar. Përmirësimet që do të vinin do ishte shumë mirë në infrastrukturë, por mua shumë rëndësishme shtimi dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Mbështetja që duhet të vijë në fakt edhe nga organet e tjera ligjbatuese, sepse kjo strukturë e posaçme mbështetet shumë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe nga ambasadat amerikane në kuadër të edhe të infrastrukturës, por kjo është ndihmë që vjen nga jashtë. Problematika qëndron te ndihma efektive që duhet të japi në fakt vetë shteti për të garantuar pavarësinë e këtyre gjyqtarëve dhe njëkohësisht për të garantuar dhe efikasitetin e hetime. Për mua duhet rritur numri i prokurorëve. Është shumë i domosdoshëm në rritjen e numrit të prokurorëve për shkak të kompleksitetit të çështjes dhe ngarkesës shumë të madhe fizike që kanë këta prokurorë dhe gjyqtarë. Kështu që në kuadër reformës për këtë strukturë posaçme do sugjeroja vetëm këto përmirësime, pra mbështetjen e tyre në infrastrukturë, në logjistikë, rritjen e numrit të oficerëve të policisë gjyqësore dhe rritjen e numrit të prokurorëve. Dhe zgjatjen e mandatit ose mundësinë që ata të jenë në këto listat, të themi në kandidimet prioritare kur ata të kandidojnë për mandatin e dytë 9 vjeçar. Pra do të ishte mirë të kishte edhe një mandat të dytë 9 vjeçar dhe për qëndrueshmëri dhe për garancinë e tyre, sepse thash ata merren me pjesën më të vështirë të luftës kundër kriminalitetit. Në përmbyllje, ajo çka më vjen të pyes natyrshëm si qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe jo tashmë e zhveshur nga profesioni. A ishte kjo koha e duhur për pasojat që prodhoi drejtësia e re dhe a mendon se do të zgjasin këto pasoja? A do të konsolidohet një herë mirë? A do të hiqin këto tabut që shqiptarët kanë për drejtësinë që nuk funksionon, për drejtësinë e mohuar, për drejtësinë e vonuar? Për mua duhet ndarë sistemin në dy tablo. Nëse ka një histori suksesi është pa diskutim prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme dhe BKH-ja. Nëse do flasim për pjesën tjetër, me keqare më duhet të them që ka akoma vështirësi për cilat sistemi përballet. Reforma në drejtësi solli mos funksionimin total të sistemit. Mos harrojmë kemi pasur gjykatën e lartë për shumë kohë jo funksionale. Kemi pasur vendime të ekzekutueshme, jo më vendime të formës prerë. Gjykata lartë ka kaluar vështirësinë e vet dhe është një merit shumë e madhe organizimit të saj, ka hequr backlogun që i quajmë ne, pra ecën shumë mirë me çështjet, por gjykata apelit është pothuajse në një situatë jashtëzakonisht shumë të vështirë. I mungon infrastruktura, nuk ka një ambient ku të gjykojnë.
Kur shkojmë për procese gjyqësore në cilësinë avokate apo kur çoj studentët e mi për të ndjekur praktikat, më duhet të përplasem gjatë rrugës me gjyqtar, që nuk është fare as etike as komode që një avokat të përplaset me gjyqtar nëpër korridore, nuk kanë salla, shpeshherë seancat shtyhen, janë akoma në vitin 2017 duke gjykuar, kështu që kjo pjesë e reformës për këtë pjesë mendoj që nuk ka dhënë efikasitetin dhe qëllimin për të cilën është krijuar. Duhet shumë vite që sistemi të kthehet të paktën për sa i përket zhvillimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, duhet të paktën edhe një 10 vjeçar që Shqipëria të fillojë individët të fillojë të marrë një drejtësi efektive. Kështu që në vazhdimsi të reformave duhet patjetër që të shikohet me prioritet gjykata e apelit. Mendoj që gjykata e apelit është një sistem alarmi për të rritur numrin e gjyqtarëve, për të rritur infrastrukturën mbështetëse që nga sekretarët, ndihmësit gjyqtar ose këshilltarët ligjor që quajmë ne, sepse ndihmës gjyqtar nuk është termin ligjor, këshilltarët që ndihmojnë efektivisht gjyqtarët, patjetër shtimin e gjyqtarëve në mënyrë që ata të bëjnë të mundur heqjen e atij backlogu që është krijuar. Gjykata e shkallës parë po e kalojnë vështirësitë, kemi pasur vështirësi sidomos në gjykatat e Elbasanit, janë çështje të cilat janë që nga viti 2019 të shortuara, të rishortuara dhe pas një seancë gjyqësore. Gjykata e Tiranës ka filluar të funksionojë më normalisht, kështu që do na duhet të presim edhe disa vite që të shohim rezultatet e reformës në drejtësi. Përshëndetje, të falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tënde sot tu, të uroj shumë suksese në vazhdimsi, edhe pse nuk ka ndyshime për këtë. Ju ftoj të gjithëve të vazhdoni të na ndiqni, të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube me të njëjtin emër ProLigj Podcast për të trajtuar tema të tjera juridike. Faleminderit, Esmeralda, të suksese.